Universiteti i Shkodrës Luiq Guarakuqi, Fakulteti i Drejtësisë organizoi një leksion të hapur me temë drejtësia përballë polarizimit, ku i ftuar ishte kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi. Pavarësia, përgjegjësia dhe besimi publik ishin tema që u diskutuan në këtë leksion të hapur me studentët. Le të jemi të drejtë për drejtë. Pavarësia sot kërcënohet jo vetëm nga presionet e jashtme, nga politika, nga biznesi, por edhe nga një rrezik më i heshtur, konformizmi. Ka gjyqtarë që nuk janë në presion nga askush, por gjithsesi zgjedhin rrugën e lehtë. Zgjedhin vendimin që nuk u krijon probleme. Dhe jo vendimin që është i drejtë. Kjo është një formë e heshtur e humbjes së pavarësisë. Sadushi u ndal dhe tek reforma në drejtësi. Ai theksoi se synimi është rikthimi i besimit tek publiku përmes garantimit të pavarësisë. Vakancat e krijuara në sistem, nga largimi i një numri të madh gjyqtarësh, ka lënë gjykatat me ngarkesë të jashtëzakonshme. Vonesa në drejtësi është sot një nga problemet më të mpreta që has qytetari shqiptar. Ka çështje që presin me vite për të marrë një përgjigje. Ka qytetarë që kanë humbur besimin, jo sepse vendimi ishte i padrejtë, por sepse u dha kaq vonë sa humbi vlerën që duhet kishte për të. Kësaj shtohet një problem tjetër. Paqëndrueshmëria në vendimarrje. Kur gjykata të ndryshme apo dhe trupa të ndryshme brenda së gjithës së gjykatë japin vendime kontradiktore për një çështje të ngjashme, qytetari e humbet orientimin. Kjo dëmton rënd sigurinë juridike dhe dobëson besimin te shteti i drejtës. Ai veçoi gjithashtu edhe rëndësinë e edukimit profesional te brezi i ri i juristëve. Ju jeni në atë moshë dhe në atë fazë, në atë moment, kur mënyra se si po mësoni të mendoni, të gjykoni dhe të reagoni, sot do të formosoj nesër karakterin tuaj profesional. Nëse mësojeni të dëgjoni, para se të gjykoni, nëse të arsyetoni para se të reagoni, të mos pranoni gjëra vetëm sepse shumica i pranon, atëherë ju po bëheni gati për të qenë jo thjesht jurist, por shtylla të një shteti të së drejtës. Leksioni u shoqërua edhe me diskutime me studentëve të drejtësisë dhe kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi rreth ndikimit të reformës në drejtësi. Ndërsa Sadushi vlerësoi Universitetin e Shkodrës për formimin e studentëve të rinj dhe Fakultetin e Drejtësisë, teksa 3 gjyqtarë të gjykatës së lartë që janë aktualisht kanë kryer studimet në këtë fakultet.